Përshëndetje të gjithëve. Normalisht 10 minutat e para të këtij episodi hapës të podcastit tim, i cili është gjë e parë private që bëj në jetë, do i harxhoja, do i shpenzoja, do i investoja duke folur për ngjarjen më të rëndësishme që po ndodh në vendin tonë prej vitesh, për revolucionin Flamingo, për protestat e përditshme që janë të paprecedenta, jemi të sinqert. Gjithsesi, për ata që duan një escape, një shpëtim nga informacioni i tepërt, do flasim pak për eventin më të madh në botë, për Kupën e Botës. Menduar që do flasim për luftën Amerikë-Iran? Jo, do flasim për Kupën e Botës. Dhe më duhet të pranoj që ka mira, ndoshta 10 mira njerëz që marrin vesh nga sporti më shumë se unë, që din të analizojnë më mirë, din analiza taktike, sportive, strategjike, e të tjera, e tjera. Dhe unë jam dashamirës shumë i madh i sportit, jam tifoz i çmendur. Unë nuk jam interesuar për Kupën e Botës, jam interesuar se çfarë ju bën Kupa e Botës dhe futbolli në përgjithësi, njerëzve që duhet të jetojnë, të bashkëjetojnë me futbollin. Për këtë punë sonte kam të ftuar Odetën, e cila është bashkëshorte e regjizorit, Mondit të famshëm që kemi te Fejkov, dhe ka dhe podcastin e saj në Audien Studios, ka emision, show-n e saj, që është jashtëzakonisht i mirë, dhe kam ndjekur me vëmendje. Dhe në të njëjtin kanal do bëjmë bashkë transmetim, që është playlista ime 10 veç. E fejuara ime më tallë shpesh, më thotë se si bëhesh nga njeri i mençur dhe logjike dhe konservator, shndrohesh gjatë ndeshjeve të Bayerit dhe të Gjermanisë në një idiot e para që i bërtet televizorit dhe i thua lojtarëve diltej, sikur kështu, dhe në një farë mënyrë bësh më kompetent se trajnerët, dhe pastaj në fund të ndeshjes bësh dhe antar i bordit ekzekutiv të kombëtarëve, i thosh do heqim me trajnerin, përfundimisht këtë do heq, do marrin tjetër. Ke kështu lloj bën mondi nga këto lloj gjestesh? Këtë do thosha, nuk je vetëm ti. Besoj që në kampionatet të tilla si botëror apo edhe europian, pa ofenduar askënd, gjithë burrat bëhen idiot. Të gjithë ata që janë tifozë të çmendur bëhen idiot, edhe mondi im bëhet. Më fal, është për ju, e kuptoj që thua idiotësi me shaka, po është nuk e di pse na kap ky pathos i madh dhe identifikojmë me një kombëtar, okay, po të ishte Shqipëria, po të ishte kualifikuar Shqipëria, do ishim gjithë me Shqipërinë, absolutisht. Dhe e kuptojmë se është kombi ynë, por nuk e di, okay, dhe me ekipet që jemi tifoz, kur nuk është Shqipëria, unë me Gjermaninë, jam i çmendur me Gjermaninë, por shohim ndeshje të çuditshme në 4 të mëngjesit të tipit Paraguay, Çeki, nuk e di kush, Amerika me Paraguay, ndje ishte Çekia me Koren, më duket? Më duket se po, por këtë vit kampionati botëror do na lër pa gjumë. Të paktën në shtëpinë time ka filluar. Vihet zilja e telefonit, që të bjerë zilja në orarin që fillon ndeshja, është një çmenduri dhe sinqerisht katastrofë në shtëpinë time. Jo vetëm Mondi, po kam dhe djalin që është tifoz i çmendur. Ne si familje jemi tifoz të çmendur me Italinë, por fatkeqësisht sa vite u bë që unë nuk kam më interes ta shikoj botërorin, u bë plot vite. 3 herë më duket. Për të fundit jeni kualifikuar në 2014. 2014. 2018, 2022 dhe 2026. 3 botërorë jeshtë, apo 4 fare? 3 i bie. 3 botërori që Italia nuk merr pjesë, kështu që e ndjek botërorin me shumë dëshirë, por këtë vit për shkak të orareve, vetëm atë ndeshjen e parë ora 9, 21 në darkë që e ndjek. Meksika me Afrikën e Jugut. Që e hapi botërorin. Në fakt, hapin e botërorit e pash për Shakirën. Okej, doli Salma Hayek. Ishte hapja spektakolare e botërorit. Fokusi im ishte aty se si do të niste ky spektakël, e shijova shumë, pash edhe ndeshjen, kurse burrat e shtëpisë ishin për ndeshjen, nuk besoj se kanë qenë për Shakirën. Atë mos e thuaj kur, shiko, të gjithë burrat janë për Shakirën. Të gjithë. Pa ofenduar askënd. Me që na quajtë idiot. Ajo që dua të di është nga syri i zonjës së shtëpisë, ti e zonja e shtëpisë, ke çelësat e shtëpisë, mamaja e shtëpisë, zonja e shtëpisë, bashkëshortja, si ta transformon, si ta bën jetën më të vështirë, ose më të bukur ndoshta, nuk e di, si ta ndryshon përditshmërinë një event kaq i madh sportiv? Albano, të vish në darkë nga puna e lodhur dhe
sigurisht do gatuash, do bësh darkën, do mendosh çfarë do gatuash për nesër dhe të shikosh që burri sa ka ardhur nga puna ka bërë ato dushin edhe me pultin është ulur aty në divan për të pritur ndeshjen e parë dhe për të vënë orën në zile për ndeshjen e radhës, kur i bie ora 3 natës, dhe ju kanë vënë një kusht që ato kanaqet e birrave që sjellin në shtëpi, Mondi që i sjell, i kanë dhënë një kusht që kur të ngrihem në mëngjes nga gjumi, se unë nuk i ndjek gjitha ndeshjet, mos gjej as i kanaqe, një këtu, një atje, një patatin këtu, një ku ta di unë, por fatkeqësisht kur ngrihem në mëngjes shtëpia ime është katastrofë. Dhe e di çfarë, ajo që më tremb, që këtë një muaj s'do kem burrin krevat, e zë gjumin divan. Ka iku nga krevati, ka 2 ditë të pakte që ka zë gjumin në divan. Më fal, më vjen mirë që e përmende sepse është një vërtet që nuk e pranon askush, ndikon dhe në jetën e të shiftit, shumë. Unë nuk besoj këtë gjë tek Mondi. Në sensin që humbet vëmendja ndaj partneres, nga në burrave dhe janë tmerrsisht dedikuar tek Paraguay, tek Irani, tek Uzbekistani, nuk e di, janë ekipe të çuditshme, i shohin më me ëndje ato në orën 4 të mëngjesit, se sa të vinë në krevat. Dhe këtë vit janë futur 48 skuadra. Shumë, sigurisht. Kur e organizonë Amerika dhe Trump, që është megalomani më i madh i historisë, sigurisht që do futen më shumë skuadra. Dhe ta mendosh, FIFA çfarë s'ka bërë, e rriti me 48, dhe ajo Italia si nuk u fut. E të mërshme. Italia nuk futej. E të mërshme, 48 skuadra këtë vit. Dhe me 106, Italia s'do futej. Do futej Shqipëria dhe Kosova, Italia s'do futej prapë. Dëgjoj. Më vjen keq se një tifoz, po. Do më lejosh ta shfrytëzoj këtë minutazhin tënd ti, e di që unë merrem me njerëz të humbur. Shfrytëzoj me çfarë duash? Dua të bëj një thirrje për atë Italinë. Bëj një thirrje sepse e kam pikë në zemër të më gjeni Itali që është parë për herë të fundit, besoj Euro 2021, për herë të fundit aty kemi parë Italinë. Shëj karakteristike çfarë ka Italia, ka 4 yje në fanell, se këto jasha e pasaporta që dedikoj unë. Dhe kush e shikon, Amerikë, Meksik, Kanada, të më kontaktoj. Është thirrja që bëj për Italinë. Një gjë tjetër që kam vënë dhe që dua të diskutojmë, dua ta shoh, të ma shpjegosh nga këndvështrimi i zonjës së shtëpisë. Është acaruse fakti që duhet të japësh maksimumin për karrierën tënde dhe të jesh dhe e zonja e shtëpisë, nëna e fëmijëve dhe bashkëshortja. Ne nuk jetojmë në Norvegji, nuk jemi, domethënë, në fund të ditës bashkëshortjat jemi sinqert sa në fund të ditës unë do marr shtukun, do laj, do shplaj nga punët e shtëpisë. Janë pjesë e përditshmërisë dhe nuk kemi kështu lukse të marrim punëtor ose butlera, nuk e di. Sa frustruese është, sa acaruse është që burrat, nisëm nga vetja, nuk e vrasmërim absolutisht asnjë gjë, përposa asaj të kanaqeve që the. Fakti që nuk merr pjesë, unë flas nga vetja ime, nuk marr pjesë në asnjë lloj debati, në asnjë lloj halli, në asnjë lloj zgjidhje halli konkretisht, në asnjë lloj dhënie drejtimi ose direktivash për hallet e shtëpisë ekonomike, familjare atë muaj. Përse po ndodhin në një kataklizmë e madhe në një largo zot, nuk më ke për asgjë. Them mos më pyet fare. Ne kemi bashkë me Mondi 17 vite martesë zyrtare. E njohim shumë mirë njëri tjetrin, sa ndonjëherë pa folur unë, pa e thënë fjalën, Mondi më kthen përgjigjen. Pra e njohim shumë mirë njëri tjetrin. Padyshim që ka momente tensioni në shtëpi, vjen e lodhur nga puna, sigurisht dhe Mondi vjen i lodhur, do gatuash, do bësh ke atë ngarkesën, the zonja e shtëpisë ka një ngarkesë më shumë se burri realisht. E the bukur që në fund të ditës ti e zonjë e shtëpisë, një dorë ke te lavatriçja, një dorë ke tek gatimi, nxjerr rrobat, është e lodhshme. Ndonjëherë dhe unë i shfryj nervat e mia, por që Mondi, duke ditur që më një e mirë, di si ta menaxhoj situatën, kur e shikon që unë jam në atë 5 minutë tim, preferon mos flasi, sikurse edhe unë kur Mondi ka një 5 minutë, nuk flet. Tani, gruaja duhet dëgjohet, duam apo s'duam, gruaja ka gjithmonë të drejtë. Më falë, se përmënde këto patatina dhe kanaqe që nuk i pastron, që zgjuesh? Ju kanë vënë kusht, Dhe Mondi se bën, jo, nuk e kanë bërë, gjithsesi. Nuk e kanë bërë. Dhe ka kaluar vetëm 2 ditë, sot është ditë 3 botrorit. Mos vallë që këto 2 ditë u ngarkove kaq shumë shpirtërisht, prandaj u bëre me Kanadan, se bisedova pak me Mondi, ishe me Kanadan, kur gjithë familja ishte me Bosin, ti ishe me Kanadan. Mos e ke bërë pak për inat? Jo, edhe për këtë, por nuk isha me Bosnjë, sepse Bosnja ka eliminuar Italinë. Edhe ishte arsye që mos isha me Bosnjën dhe isha me Kanadan. Okej, ishte arsye që t'jem kundër këtyre burrave të shtëpisë, burrit edhe djalit.
Por uroj të më dëgjojnë, që t'jenë korekt në të botëror, të blenë çfarë të duan, të festojnë si të duan në shtëpi, vetëm shtëpinë mos ma bëjnë rëmuj. Mamaja ime ishte me Kanadan, nga që jam në Bayern e Muniut. Dhe nuk e di ku kishte dëgjuar që Bayern e Muniut ka një mbrojtës të majtë, që quhet Alfonso Davies. Po ai mungon, zhëmtuar dhe nuk luajti dje me Kanadan. Ka dhe një sulmues që quhet Jonathan David. Dëgjoj David, mama ime është 64 vjeç, nuk e bëj diferencën. Dhe tha, unë jam me Kanadan se është ky që luan me Bayern Albanos. Dhe pa shpjegonin që nuk është ai. Ai është. E kam dëgjuar në Albano është më i miri në botë. Dhe i thoshte Fejoraj, unë si isha në shtëpi, nuk e pash ndeshje në shtëpi, e pash me shokët. I thoshte Fejoraj me nuk është. Moj, nuk është ai, thoshte, se di unë. Trego ma futbollin, nuk kam parë futboll, thoshte shumë e çuditshme. Tani duhet të themi ca të vërteta që janë për të qeshur, po janë edhe turp njëkohësisht. Unë e quaj terci. Fenomeni tercit. Jam i bindur që ndodh të gjithëve në çdo shtëpi, në çdo stadium, në çdo bar, në çdo restorant që shikohet futboll, jo vetëm për botrorin, po sidomos për botrorin, ne kemi mbledhur botrorin. Bën diçka dikush dhe bëhet terc që psohet gol ose ku dëgjon. Për shembull, më një shembull nga vetja. I thash mamas, do më sjellësh pak ujë. Ka qenë gjysmë finale, është gjysmë finale. Ti po flet dhe unë po kujtoj dhe unë një episod në familjen time, sepse dhe... Okej, po e lë, më thuaj pak episod në familjes tënde. Dhe kjo terci nuk ka mundësi, do me thënë se si, më thot mamaja, si dreqin, ujë që të solla unë, bëri gol në Gjermani. Më qëtë më bërtet, apo ta marta edhe ujë në kokë, më tha. I thash, ma idë në kokë, më mirë se të hanim gol, më mirë më gjuaj me gotë në kokë, i thash se të hanë dhe bari gol, se do mbasim. Në 2014, kur luante Italia, ne në shtëpi kemi fanellat e kombëtares italiane, shall, i kemi të gjitha, sepse jemi të gjithë me Italinë, e thash këtë gjë. Dhe një bluzë që e bleu Mondi në atë botërorin e fundi që ishte Italia, e bleu dhe më tha, ma vendos tu, mos e laj, a i fiksimi ti që mos laj, do t'a vesh sa herë që luan Italia. Dhe ideja që Italia do fitonte, nëse ajo bluzë do vishej dhe nuk do lahej, do fitonte Italia. E po tani vish një herë, vish 2 herë, tani bluza merë dhe herë, se pyeta fare, mirë, i thash, e lava, e palosa, e futa atje në dollap. Los dhe Italia. Po. Ishte finalja, me ka qenë me Brazilin, mos gaboj. Jo, ka qenë finalja... Në botërorin e fundit, Në botërorin e fundit. Italia-Brazil ka qenë, mos gaboj. Finalja... Në 2014. Italia në 2014 është eliminuar në grup. Ka qenë finale në 2012 në Evropian me Spanjën. Në 2012 me Spanjën. Okej, më korrigjoho, se s'jam e saktë me këto. Di që ishte në finale, di që ishte finalja e ati kampionati, pas ka qenë Europiani, di që ka qenë finalja, luante Italia, dhe u bë gati për të parë ndeshjen në shtëpinë time, me hare e madhe, që do fitonte Italia, vajti burri e nxori bluzen, e veshi, i mbire e veshi, e mirë. Po shionim ndeshjen dhe kur Italia realisht humbi, im shoq kuptoj që ajo bluze vinte erë sigurisht sapuner e mirë, andi, e ke larti më tha mua, ngela unë, ja tha, pëse sfituam. Do më thënë, edhe Mondi ka ca fiksime që unë nuk e besoj tani që këto gjëra mund të... Me qaj lave, se Italia humbi 5-0 dhe humbi një formë doli i Kerkasia, se majmë portieri Spanjës, që ishte dhe kapiteni ekipit, i thoshte arbitrit të ndeshjes, ndalon ndeshjen për respekt, se doni të bëni gol të 6. Unë mbaj mend që atë ditë ajo dera e balkonit tim është shyer. Do më thënë, sa herë Italia hante gol, ajo dera e balkonit aty që kemi në salon, hapej me forcë, dilej në balkon, ullërima të bërtitura në shtëpi. Këto ndodhi në të gjitha familjet që janë tifozë të një skuadre dhe e ndjekin. Këta që kanë dyqane elektroshtëpiake afër shtëpisë time dhe më njohin. S'kemi arritur dhe në atë pikë. I luten zotit u mbasi Bayern se Gjermania që të shpejt bëj televizor të ri. Të bletë, jo, dhe në të pikë s'kemi arritur dhe uroj mos ta arrim. Unë kam arritur, unë jam kështu pika me degraduar e tifozit pa logjik. Me Gjermanin dhe me Bayern e Muniut. Jam kështu, nuk kam pikë logjike. Ju bërtas, nuk e di se sa, nga njëherë pa të bërtitur, bëj dialog të vërtet me trajnerin e Bayerit. Është Vincent Kompany, ka qenë futbollist në Manchester City, dhe ishtë trajneri i Bayerit Muniut. I flisja si vjetë, mbasi marrë ndeshja me Parisin. Shkoj aty të mërzitur se në skualifikuan. Dhe thusha, po mirë më të keqen vaj, si ka mundësi? Sa ishte cop dhe ndeshjen e parë. Po mirë, ka që i trash mund të jeshte si, s'ka mundësi të jesh ka që i trash. Dhe mamaja me të Fejoraj që më shikoni dhe po qeshin me lot. Dhe tash mos qeshin, mos u tallni me mua.
Më në po talë me tha, po tash qa i thua? Sa ishte televizor. Thashë, po nuk s'më dëgjon. Do heq nga puna. Do heq nga puna, po. Ose kur bie fjala për blerjet e lojtarëve në klube, se nuk ka lidhje me kombëtarët, them gjithmonë këtë se marrim. Po flasim për lojtarë që vlen nga 100 milion euro. Jo, këtë s'kemi që duam, këtë nuk e marrim. Këtë po e marrim, 120 milion euro e marrim. E bëjmë si blerje. Po, e marrim, këtë mund ta marrim. Dua të them diçka, nuk e di, po flas pa Dorashka sot, nuk e di, nuk mundot shpesh që kur ftohem në podcaste apo në programe televizive të flas shumë pa Dorashka, mundohem të ruaj kronizën time, duke ditur që bëj një program me histori të dhimbshme njerëzore. Mondi është... Më fal, të ndërpres. Histori më të dhimbshme se kjo, dhe më t'i lash bluzën burit dhe mos kualifikohet për Italia për 16 vjetë rjeshtë është. Po, këtë vit s'kam për t'larë bluzën, s'kam as për t'larë as për të kurosur bluzën. Mondi është, unë jam me Interi, Mondi është me Milanin. Vëm dhe bastet çuditshme në burë grua, brenda kampionatit italian. Tani qa baste unë nuk do t'i them. O do bësh robi im, o unë do bëhem robja jote. Dhe ka qenë ndeshja Inter-Milan. Inter-Milan. Aq gola ka ngrëna Interi. Në 2002, 6-0. Brenda kampionatit italian, sa nuk di që të them, po kaq, nuk do flasë më se di që do më thoj Mondi, grue, po nëzirë gjithë sekretet e familjes. Ja, ndosë që kemi dhe bastet të filane. Unë po ta kisha këtë të fejuar që kam sot, po ta kisha në 2014 në shtifoze me Brazilin, unë jam me Gjermaninë, kemi rau 7-1. Futbolli, gjithsesi është i bukur futbolli. Shpresoj të bjeri Gjermania me Brazilin, prapë dhe taraj 8-1. Pse është me Brazilin? Jam shumë i hapur për bastet zemër. E fejuar është me Brazilin? Me Brazilin. Po, mund të praktikoj bastet. To bastet këshu. Që ose dhe është robim, ose dhe më robyt. Po, kur ju vinë prindrit për shumë për vizit? Mami im për shembull vjen shpesh tek ne, edhe nuk e ka iden fare të futbollit, as nuk merr vesh nga futbolli, vetëm thjesht dëgjon dhe pyet, Mondi se pyet dosi, vjen zor dhëndër, por pyet djalin, nipin. Me këje i thot, edhe i sjarone Diori jemi me këtë skuadër, dhe mami nuk arrin ta kuptoj se kush është skuadër, i thot, po çaj ngjyre ka të veshur aty. Gjyshet janë gjithmonë me ngjyrë. Çaj ngjyre ka, filan ngjyrë me këtë jam unë. Edhe mami im kur e pyet me çaj ngjyre, me ngjyrën blu jam unë. Kështu që ndodh që është nuk e di duhet ta them apo jo. Gjyshja ime mi ndrit shpirti aty ku është, se ka vdekur në 2020 ndroi jetë. Në botrorin e 2018-s. Nuk e mbaj më mirë kush ose një ekip afrikan. Edhe më tha, këta do fitojnë. Pse i thashë do fitojnë këta? Se ishin ekip kotë, humbën në fakt nga 3-0. Po gjunatë shkretet, më tha mu. I pak shumë. Gjunatë shkretet. I pa, si që janë, tash se mos bëjmë komenda raciste edhe gjunatë shkretet. Si do njeri. Të fitojnë këta. Gjyshe i thashë si do njeri, për janë futbollistë, janë milionerë, gjysë malozin e Evropë. Që milionerë në ta të shkretet madhërin me bojë. Dhe nga ju madhërin me bojë. Është e vërtet, kështu ndodh edhe me mamin tim kur vjen në shtëpi. Mundohoj që dhe të bëhet tifoze. Më falë se ndërpres, sa po më shkruajti mamaja, dhe shkosh ndeshje në shtëpi, më tha, e dëgjove që erdhi mesazh. Po, e ndjeva. Dhe shkosh ndeshje në shtëpi, të bëj ndonjë gjë, të gatoj diçka të mirë. Kupton, bëhet, janë këto ingranimet familjare. Ka t'jep porosit veçanta Mondi kur luan ekipi zemrës, që na bën një gjë kështu sot. Ka, po Mondi zakonisht... Si tregon Mondi ti thuash porosit në restoran ta sjellin? Mondi zakonisht ka qef ato birrat, i preferon shumë birrat gjatë kohës që shkon ndeshjen. Merë kështu gjëra patatina me gjithë djali kanaçe të tjera, lëngje të tjera, e shijojnë kështu domethënë duke ulur. Në fakt se boll folën për Mondin edhe për mua kështu. Na thuaj tani sinqerisht çfarë ndodh në mendjen tënde dhe në kraharorin tënd në sajkin tënd gjatë këtyre evenimenteve që kam përshtypjen nuk janë kaq fan sa për përshkruajnë dhe kaq për të qeshur. Çfarë ndodh? Tani qëlloi shumë keq kampionati këtë vit botëror, sepse ndeshjet zhvillohen natën. Dhe të mendosh që më është bërë dhe vajza, që është 10 vjeç, shikon të vllajën që ngrihet edhe ajo. Dhe ky është një tmerr që unë s'dua ta toleroj dhe zije me Mondi për këtë pjesë që mirë djali, por edhe vajza do shkoj futboll dhe të ngrihet natën, ajo ngrihet sepse ngrihet e Diori. Tani të vësh 4 telefona në zile, njëri të bjerë në kuzhinë, njëri në banjo, njëri në dhomë, do të çojmë gjithë neve nga gjumi. Realisht ka qelluar keq me oraret, ata janë tifoz të çmendur, duan ta ndjekin, nuk i ndaloj dot, por që për mua nuk është fort mirë, me thënë drejtën. Unë ndjeka të ndeshjen e parë, thash,
që starton në të orës 9 dhe ka që mbyll aty, do me thënë në mëgjes ngrijem dhe pyesa do... Kam shumë keq 1 në 9, 1 në 4 të mëgjesit është e të smershme. Do ketë dhe në orën 6 të mëgjesit? Gjova e Diorin sot që thoshte është dhe një ndeshje në 6... Nuk jam i sigurt me shumë mundësi do ketë. Do ketë edhe ndeshje në 6 të mëgjesit që atje i bjet jetë sigurisht... Atje është vonë fare. Është dark. Por keq do jetë, keq, për gjithë familjet, për gjitha gratë, jam e sigurt është shumë keq. Nëse ka një burë që janë, burrat zakonisht e duan futbollin e ndjekin, do jenë shumë keq. Do ketë bërtitura, do ketë shara, imagjino mes natës, të bërtitura të shara dhe kjo nuk do të vetëm familjen time, do të komshiu, majtas të komshiu poshtë. Po, e kuptoj të sensin e komunitetit që gjithë burrat, po më falë, pse burrat vetëm me futbollin, ndërkohë që na the që ti je me Interin dhe ke fituar baste të rëndësishme, Kam humbur baste të rëndësishme me Interin. Okej. Po dhe ke fituar. Interi fitoj 4-1, 4-2. Mirë, në atë ndeshje që vura unë bastin, unë humba. Hajde, Mondrić. Kush është, tani që nuk është Italia, kush do t'i ta fitoj botërorin? Kë ke qef ta fitoj? Tani jam brënda Europës, jo se jeti me Gjermaninë, për dua ta fitoj Gjermania. Kështu që Gjermaninë, jam tifoze me Gjermaninë në këtë botëror. Mendon që e pengon botërori revolucionin Flamengo që pëndot protestat? Ose, ku di ju në... Për shkak të orari ndoshta dhe jo, por edhe po. Duke ditur që protestat vazhdojnë deri në orët e vonat natës, 22-23, me sa ndjek, nga edicionet e lajmeve, ndeshja e parë fillon 21, edhe mund ta preki botërori. Mund ta preki dhe duke ditur që po vjen dhe vera, plazhi, njerëzit dalin. E kuptoj, nuk dua të pyes më tej për protestat, po desh edhe mund të pyes me. Mendon që do braktisin protestën për plazhin dhe nga vapa? Se di, duhet parë. Unë mendoj që po, dhe nuk ka asgjë të keqe. Mund të rikthesh protestosh në shtator prapë. Ndoshta, vendos populli. Të rikthehemi te futbolli. Kam një pyetje dhe mu përgjigj me gjithë intelektin që të karakterizon dhe që të vlerësoj shumë. Do mundoj t'ja maksimumin tim. Po, në qoftë se rastis dhe probabiliteti është goxha i lartë që të kualifikojnë të dyja dhe takojnë në çerek finale dhe gjysmë finale Amerika me Iranin. A mund të ndodhi, ka probabilitetin e ka? Ka probabilitet shumë të lartë. Po të avancojnë të dyja, mund të takojnë në çerek finale dhe gjysmë finale. Mendon që Trumpi do bëjë gjithçka që Amerika ta fitojë ndeshjen? Çdo gjë që kanë pushtetin e tij. Duke gjithë vitin Gianni Infantino, presidenti i FIFA-s, ka jetuar praktikisht e zyre Trumpit. I dha një 20 çmime kështu ambasadori botëror i futbollit, Trumpi nuk e ka iden ç'është futbolli. Unë kam përshtypjen që ajo do jetë një ndeshje, ndoshta si Shqipëri-Serbi. Ndoshta dhe gaboj, por kështu e mendoj. Mund të jetë një ndeshje, ndoshta nga ana amerikanëve, jo. Qytetarët amerikanë janë më happy, ndoshta nga ana amerikanëve, po. Unë mendoj nga pala tjetër mund të shikohet si Shqipëri-Serbi. Amerikanët besoj janë... Më beso mua, Amerikanët janë shumë fanatik në tifozeri. Janë USA gjithë koze. Nuk se kuptojnë çfarë po ndodh ndeshje, thjesht bërtasin. Ndoshta mund të jetë kjo përshtypja ime. Nëse do jetë probabiliteti që të arrinë do jetë tensionuar shumë. Do jetë tensionuar. Pavarësisht se Trumpi tha jemi shumë pranë, sot deklaroi që jemi shumë pranë marrëveshjes. Bimi marrëveshje me 2 faza, e para është gati do firmoset këtë ditë, e dyta pak më vonë. Të shohim, a do arrihet kjo marrëveshje, gjithë e dëshirojmë të marrëveshje, të arrihet, por urojmë të arrihet kjo marrëveshje. Sepse e dim se çfarë sjell ajo luftë dhe çfarë ka sjell. Ku ka ardhur ndikimi ekonomik në xhepin ton këtu në Shqipëri? Se sa të mërshme është që ato patatinat edhe kanacet që pinë fëmijët edhe birrat që pinë janë rritur sepse është bllokuar kanali Hormuzit. Po, gjithçka. Dgjoj, edhe kur kërrej flokët unë, është rritur çmimi. Edhe te parukëria. Po, është rritur, edhe te floku, edhe te parukeria është rritur, gjithçka është rritur. Kështu që urojmë të arrihet ajo marrëveshje. Dhe unë uroj me shpirt që botërorin tjetër Italia të kualifikohet dhe të jeni të lumtur si familje. Do jemi vërtet të lumtur. Dhe të falenderoj me shpirt që ishe sonde në këtë puntat të parë të këtij rrugtimi tim, shpresoj të jetë sa më i gjatë dhe sa më i përqafuar nga njerëzit. Nuk përdora shumë humor sot, sepse jam më shumë pro esencës në këtë rrugtim që kam nisur dhe isha interesuar të dëgjoja nga këndvështrimi i të zonjës së shtëpisë çfarë
ndodh në kampionatin botror dhe të falenderoj që e ndave. Unë të falenderoj që sot e nise me mua i dashur Albano, të uroj shumë suksese në këtë podcast. Besoj që do ta kesh suksesin, juve ju duan realisht. Unë dua të tregoj diçka teksa... Neve, më folja numrin shumës, mua. Ju duan, unë e shikoj, unë flasim me shumë njerëz, shu që të duan dhe do kesh sukses. Unë rreth parë jam unë ajo që të dua, unë e ndjek me shumë interes gjithçka që ju bëni. Pavarësisht se ne nuk kemi njohur, besoj ta kemi njoni parësh. Sot, përpos se ti ke kohë që punon me bashortin tim, kështu që të uroj suksese, do kesh shumë zonja të tjera ulur në këtë vend që do rrëfejnë eksperiencat e tyre në këtë botëror dhe uroj që gratë në këtë botëror ti thonë vetes, jam e qetë dhe mos të zihen me burrat. Mirë Zalla, jam i qetë. Dhe një informacion tjetër, për gjithë kampionatin botror do ftoj vetëm gra. Që ta dini të gjithë. Oh, interesant. U mendova që do ftosh zonja të tjera, do kesh vetëm gra? Do ftoj absolutisht asnjë person që nuk i përket gjinjisë femërore. Interesante. Jo, kështu e kam vendosur sepse realisht, siç e thash në fillim, nuk dua të bëj analiza taktike të thelluara gjëra kështu, ato i bën gjithë bota dhe nuk dua të marr as analista, specialista që bërtasin kot, as njerëz plotësues, nuk dua që femrat të jenë dekor. E qartë. Në këtë podcast. Dhe faleminderit. Dua që femrat janë gjysma më mirë e planetit dhe dua të jenë qendra e vëmendjes. Jam shumë kurioz të shikoj botën nga syri i femrës dhe nga shpirti i femrës. Shumë faleminderit që shikoj. Kjo më bën mua dhe të gjithë burrave që mund ta shohin këtë. Na bën njerëz më të mirë dhe më të plotësuar dhe më sy hapur. E dëgjove Mondi? Jo, dëgjove Mondi dhe gjithë burrat e botës. Shumë faleminderit. Sigurisht që e shikon kështu dhe ishte kënaqësi për mua. Kënaqësi absolute edhe për mua. Faleminderit dhe mirupafshim.